Ne nga kuksi I quajmë sarma, ju mund t'i quani japrak me gjethe lakre ose ndonjë emër tjetër, por kjo është receta që unë jam rritur që fëmijë, nëna ime I përgatiste shumë shpesh. U mundova t'i realizoj si ajo, I vendosur disa ndryshime, por shpresoj t'ja kem dalë. Dolën shumë të shijshme. Bëra mbushjen me qep, mishin e mora tul dhe e griva në copa të vogla, I vendosa në tigan derisa u skuqën, më pas I hodha orizë dhe disa erëza të ndryshme. Recetën do ja shkruaj më poshtë në përshkrim. Mora lakrën, e ziva gjethe më gjethe dhe I mbështolla në këtë formë. Më pas, mora një tul mishi, I vendosa disa copa lakre, vendosa mishin, copa lakre të tjera dhe sarmat që unë I formova. I ziva në delimano dhe më pas I ktheva kështu në tepsi. Më pas I kalova dhe në furr për t'i dhënë një faqe, kështu I dha më shumë shije dhe të gjithë I shijuan pafund. Ju ftoj dhe ju që t'i jepni një shans.